Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 18, data 18 mars 2026. Çfarë na ofron kjo ditë dhe çfarë duhet bëjmë kujdes? Data 18 mars kemi afërditën nga shenja dashje që formon një katërkëndësh me Jupiterin nga fore. Një kënd që mund të sjell fat në një farë mënyre, apo dhe mundësi pasi dy planetet përfitues në astrologjisë tradicionale janë lidhur me njëri tjetrin dhe kjo do të thotë kërkojnë vëmendje dhe çështjet e zgjidhjeve të problematikave, që do të thotë ndikimi dhe favorizimet që kanë bëjnë, do të kemi kujdes nga teprimet në tendencë apo në debate, sepse qoftë në marrëdhënie pune, karriere, financa, do të kemi një tendencë për të shpërdoruar, prandaj do të kemi kujdes edhe nga premtimet e shumta, që nganjëherë premtimet të mëdha janë shumë të vogla ose të padukshme, mikroskopike. Dhe kjo do të thotë duhet t'i rezistojmë vështirësive dhe delikatesave. Ajo që është në të mirën tonë në këtë ditë, sepse afërdita, ndikimi i afërditës dhe katërkëndshit të Jupiterit na ndihmon shumë që neve të anashkalojmë gjërat e dëmshme, siç janë duhani, siç është pijet alkolike, e shumë gjërat e tjera që nuk janë të dobishme për trupin tonë, por janë të dëmshme për shëndetin. Ajo çka do të ndikoj, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Po cilat shenja vallë janë ato që ndikojnë në këtë aspekt? Kemi dashin, gaforret, peshoret, britsjapi që kanë lindur në 10-diqin e dytë të shenjave të mësipërme ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimet që kanë bën janë paradite. Mbas dite kemi diellin në Peshk që formon një gjashtkëndësh me Uranin në Dem. Mbas orës 13:05 që të jem eksakt në atë që them, në një kënd shumë interesant për të miratuar ndryshime, për të bërë më të pavarur në zgjedhjet tona, për të promovuar ide origjinale, për të bërë surpriza dhe për të guxuar të jemi ndryshe në qasjen tonë ndaj gjërave. Shenjat e grupit të ndryshueshëm, që janë binjakët, shqiptarët, virgjëresha, peshqit dhe ndikimet që kanë bëjnë Demi, Akrepi, Luani, Ujori të 10-diqetet ose ata që kanë planete në këto shenja preken kryesisht. Është një ndikim mjaft i mirë, është një ndikim që vërtet suporton shumë gjëra dhe neve do të jemi korrekt, koherent me atë çfarë ndodh dhe ne çfarë duam të përçojmë në raste të tilla. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet të detajuara, atëherë kemi www.astrologo.al, faqja rrot shkon atje. Atë ndo sekretarie për t'ju ndihmuar mbi çështjet që ju keni, mbi planetet që ju ndihmojnë. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të biseduar bashk nëpërmjet WhatsAppit, Viberit apo Skype-it në kohën që ju keni dërguar emailin tek sekretaria. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në atë çka ndodh ose nga atë çka realizohet. Megjithatë, ajo çka shikohet në lup për sa i përket pikërisht kësaj dite, është një ditë që ka një rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit, sepse në lidhje me biznesin janë gjërat që do të ndikojnë, janë gjërat që do të arrihet fal maturisë dhe zgjuarësisë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Akrepët e 10-diqit parë, Luanët e 10-diqit është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqenëse të shenjës së Demit duket se kjo periudhë është periudha më ndikuese në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet që vijnë, ndryshimet pozitive, do ta thosha unë, dhe jo negative.
Ajo që do të keni mundësinë në lidhje me punën tuaj dhe karrierën ka një diçkim shumë të mirë, sepse lidhje që kanë të bëjnë në anën e dashurisë është me virgjeresh dhe me bricjapët e diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani e tutje, është momenti dhe koha e duhur për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Periudha kur ndodhin fenomenet, momenti që juve keni dhe koha, periudha është mjaft fantastike, sepse lidhje me shenjën e binjakëve, mbasditja është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshime, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë dhe juve futeni tek grupi përfituesve, sepse lidheni shumë në anën tuaj dhe në lidhje me karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, gaforët duket se kjo periudhë është e juaja, duke pasur parasysh ndikimi që ka të bëjnë, mundësi që do t'ju jepen tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për arsyen e punës suaj, për arsye të ekonomisë. Sepse dita e mërkur është ditë mjaft e rëndësishme, është ditë që vërtet ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë dhe shumë me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, kur kemi dhe mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat e juaja që do të keni tani e tutje. Është momenti më i mirë i mundshëm, sepse gaforet janë një hap para se çfarë ndodh. Dashuria me bricap është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luanët. Meqense luanët këtë periudhë e kanë një periudhë që do lodhen shumë për këtë ditë mërkur, por do t'ja vlejë kjo lodhje, sepse puna, stabilizimi i financave dhe i gjërave të mëdha që kanë, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët e diçit parë dhe dashët e diçit tretë, duket se është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, meqense virgjëreshat tani e tutje janë në fakt në një sintoni me ekonominë, me stabilizimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, sepse keni dhe mundësinë, keni dhe kohën e duhur për gjëra të mëdha që do të lidhen me punën tuaj. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me shigjetar, është perfektja, edhe pse jeni pak në vështirësi. Por megjithatë, një udhëtim nuk do ishte keq për të realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket peshores, peshorët duket se tani e tutje janë në ndikimin më të mirë të mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në fushën e karrierës, sepse juve keni mjaft ndikime, keni mjaft çështje pune për të rregulluar, stabilizuar, për të arritur qëllimin tuaj, sepse është dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjërat në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë që është perfektja, por një takim mjaft i mirë që është me peshk të 10 diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Meqense akrepët duket se kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje shpirtërore, edhe pse një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohëve, do ta zgjidhni pikërisht tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e diçit parë dhe me virgjëresht e diçit të tretë, është koha më e mirë e mundshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të parë se çfarë do të bëni në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sepse është një moment shumë pozitiv dhe jo se ka të bëjnë me takime ose ka të bëjnë me vendime, por është një mundësi mjaft e mirë në çështjet e financave të biznesit. Dhe një nga ndikimet më të mira ka të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës dhe një ndryshim shumë i madh që ndodh tani e tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë të diçit parë dhe me akrep të diçit të tretë është koha mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Me bricjapët duket se kjo periudhë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk i keni realizuar akoma për arsye të punës suaj, për arsye të përshpejtimit të gjërave, mirë po bricjapët duket se tani kanë edhe momentin e tyre, por njëkohësisht është edhe një periudhë shumë dominuese
në anën ekonomike, për të pasur çështje financiare, për të arritur qëllimit tuaj, për të bërë ndryshimin e madh, dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me akrep të 10 diçit të tretë, duket se keni shumë gjëra pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me një udhëtim të papritur, juve e keni sepse është koha juaj dhe momenti ideal. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thot ujori. Për sa përket ujorët duket se tani e keni mundësinë, keni kohën tuaj për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e biznesit, në lidhje me karrierën sidomos, sepse duket se kjo periudhë është e juaja, jo se ndodhin fenomenet ose keni pasur probleme nga më të ndryshme, por vjen një moment mjaft i mirë, surprizues në ekonomi, në bisedime që do të keni, sepse janë bisedime shumë të rëndësishme, dhe periudhat të tjera që do të shikoni vetë për t'ja arritur qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë dhe ujor të 10 diçit të tretë, duket se ka diçka shumë të rëndësishme në jetën tuaj, edhe pse me vështirësi, por keni ditë ja keni dalë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshqeve. Periudha e shenjës së peshqeve, edhe pse me disa vështirësi të vogla, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura, si në çështje ekonomike financiare, si në lidhje me karrierën tuaj, lidhje me karrierën sidomos, është një moment shumë i mirë dhe i artë. Ndryshimet, takimet, vendimet, menaxhimi i punës suaj dhe i gjërave të mëdha që keni, është një mundësi mjaft e mirë dhe nëse do thoshim surprizuese, nuk do ta besonit. Dhe kjo do thotë që është koha juaj. Kjo do thotë që është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me vendime. Me vendime sidomos njerë nuk e garantoj, do thosha që nuk e garantoj gjërën që nuk është. Garantoj atë që është. Nuk garantoj për shembull nëse ju do të merrni një makinë me parë borxh për shembull, do thoni si pse nuk pastaj më vonë pastaj do thoni që nuk bëhet ose nuk realizohet. Jo, është beso kontrollo. Është ajo çka neve duam dhe kërkojmë. Juve të shenjës së peshqeve e keni këtë. Nuk ka përceni disa caqe që keni vendosur vetë piketat atije dhe doni që t'jeni korrekt, t'jeni të qartë në ata që bëni dhe momentet që janë pikërisht tani dhe është periudha juaj më ideale dhe më perfekte. Prandaj mos u shqetësoni në gjërat që ndodhin ose çështjet që lidhen në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit apo të gjërave të tjera. Në fushën e dashurisë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur debate, keni pasur gjëra që nuk i keni realizuar, në lidhje me gafore për shembull, gaforet e 10 diçit parë, keni pasur disa çështje problematike, mund të thosha unë, por të zgjidhshme. Keni pasur një takim me shigjetar, por nuk keni gjetur zgjidhje. Rregullojeni e përgjithshmja për sa përket në fushën e dashurisë, me bashkim familjar është me virgjëresht të 10 diçit parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 18 mars 2026. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve intereson, si në fushën e dashurisë, në fushën e ekonomisë, paketa që mund të merrni momentale, kohën, bashkim familjar, për shembull keni një njohje ta keni lidhje serioze, kur është koha më e përshtatshme, e kështu me radhë. Duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, pastaj shkoni tek sekretaria. Është ai kuadrat i vogël atje. Pra ajo dritare. Atje pastaj duke klikuar, vendosni emailin tuaj, numrin për katës të blerjes dhe shkoni pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit për të një takim dhe për të biseduar. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh. Dhe si ta dërgoni këtë mesazh? Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin pasi keni përfunduar të dhënat. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni më tepër informacion, atëherë kemi membership. Ja ku është membership, aty mund të ta klikoni dhe të shikoni pastaj se si funksionon ajo dritare, pra membership ose join, dhe më pas jeni gati për pyetje më tepër, sepse abonimet momentale janë të thjeshta dhe juve keni kuptuar dhe e dini si funksionon dhe merrni përgjigjen atje. Nga unë Rropulla, më të mirën ju uroj dhe ditë të mbar. Gjithë mirat.